që vllai im më bëri prengun me Oreo, unë do ja kthej atij prenkun. Edhe ndërkohë që unë do ja kthej prenkun, unë do ja bëj këtë prenk. Do jetë komplet prenk ndryshe. Unë do marr një legend në ujë shumë të ftohtë, në ujë të ftohtë akull fare, edhe do i vej një çarçaf sipër pranë karrikës atij që do ulet. Edhe ai kur do ulet te karrikja vet, do i lagët sumatriqa. Filloj me prenkun. Ja dhe legjeni që do e mbushim me ujë të ftohtë. Ja tani këtu ta fusim direkte. Është ujë i brisket, është ujë i akull fare, nuk edhe tani presim 4 sekonda. Ta të mbushë të ujë se do pak sekonda se është pak e gjatë. Po mbushet. Ja dhe tani e mbushëm legenin. Ja ku e kemi dhe legenin e mbushëm me ujë, tani do ikim ta vejmë pranë karrikës. Tu. Tani neve do i vejmë një çarçaf ose një batanie që të gjejmë, një jorgan, që të gjejmë vetëm do e mbulojmë këtë pjesën këtu, edhe Lali nuk do e dalloj që këtu është mbushur me ujë dhe do thot pas keni vënë një astik që këtu. Se do e dalloj sigurisht që astik ky, po ky do jetë një si tip ky do jetë kova me ujë që do e kemi me ujë të top. Edhe le të vazhdojmë me prank. Ja ku e kemi dhe çarçafin që zgjodhe. Tani do ulim pak në tokë. Do e palosim si kështu dhe do e vejmë këtu. Edhe le të vazhdojmë me prankun. Prit se nuk e kemi rregulluar shumë mirë. Prit se duhet të u palosur një herë pak i vogël. Salion, na palosë pak këtë. Ja, ku e vendosëm çarçafin, nuk e palosëm, e vendosi ky që po bën te kamera, prandaj e fika. Edhe ky është kushëri im që bën tani kamerën. Edhe neve tani do ta thrasim Dalin për me luaj domino. Ja kemi dhe dominot. Edhe edhe do ta bëjmë prankun shumë të mirë. Olaj! Hajde lozim dominokun. Jo, bukur të ti në tu gjumë. Që ke shkallu? Hajde. I pas keni vojnë një astishe? Shka nevojë o bu? Kush e ka bu? Ti? Po. Ti? Sa bukur. Pandoj po kapshe video ti? Po. Ke pak... Ja, pra dhe Kloj ma bëri prengun sa e do këtë. E do shumë. Debil. Ja, pra dhe Kloj ma bëri prengun për t'i kërë prengun që tjera unë Klojit. Gjithë like, subscribe dhe... E thot Kloj si gjithmonë.